Thot Allahu i lartësuar: La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Nuk janë të barabartë banorët e zjarit me banorët e xhennetit. Banorët e xhennetit janë ata fitimtarët. Shekh Abdurrahman Saadi rahimahullah thot: a mund të jenë vallë të barabartë ata që ruajtën devotshmërinë ndaj Allahut dhe shikuan se çfarë kanë përgatitur për të nesërmen, duke merituar kështu xhennetet e begatisë dhe jetën e mirë? A janë të barabartë ata me atë që është i shkujdesur ndaj përmendjes së Allahut dhe ka haruar detyrimin e tij ndaj Allahut, kështu që është mjeruar në këtë botë dhe ka merituar dënimin në ahiret? Të parët janë fituesit, ndërsa të dytët janë të humburit. Allahu i lartësuar thot: Inna ashabel jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Me të vërtet, banorët e xhennetit atë ditë do të jenë të zënë, të angazhuar me kënaqësi, të lumtur e të gëzuar. Thot Allahu i lartësuar: Lilladhina ahsanul husna, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla, ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblime të mira, madje edhe më tepër, madje edhe më shumë. Fytyrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira dhe as poshtrimi. Ata janë banorët e xhennetit dhe aty do të jenë për gjithmonë. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij se Suhejb ar-Rumi radiallahu anhu ka thonë: i dërguari sallallahu alaihi wasallam e lexoj fjalën e Allahu subhanahu wa taala: lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblime të mira, madje edhe më tepër. Pastaj tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: kur banorët e xhennetit do të hyjnë në xhennet dhe banorët e zjarrit do të hyjnë në zjarr, një thirrës do të thras: o banorët e xhennetit, ju keni tek Allahu një premtim, të cilin ai dëshiron t'u ja përmbush. Ata do të thonë: çfarë është ai? A nuk na i ka rënduar ai peshoret tona? Na i ka zbardhur fytyrat, na ka futur në xhennet dhe na ka shpëtuar nga zjarri. Atëherë do të hiqet perdja dhe ata do ta shikojnë atë, Allahu subhanahu wa taala. Nuk do t'u jetë dhënë asnjë gjë më e dashur për ta se sa shikimi tek ai. Kjo është ajo ziyada që përmendet në ajet. O robërt Allahut, dëgjoni se çka thot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah për shikimin në Allahun i lartësuar. Kur banorët e xhennetit, thot, kur banorët e xhennetit ta arrin këtë mirësi, ata do të harojnë të gjitha begatit në të cilat ndodhen, ndërsa privimi nga shikimi i Allahut dhe pengimi nga kjo mirësi për banorët e xhehenemit do të jetë më i rëndë për ta se sa vetë dënimi i xhehenemit. Për këtë, shikimin e Allahun kanë qenë të njëzëshëm pejgambert dhe të dërguarit dhe të gjithë sahabët dhe tabiinët, si dhe imamët e islamit, brez pas brezit.